Rumania drejt aktivizimit të nenit 4 të NATO-s pas dronit rus do të ketë për shkallëzim të ri. Rumania po shfrytëton aktivizimin e nenit 4 të NATO-s pas një incidenti të rëndë që ka shkaktuar tensione të reja me Rusinë, pasi autoritetet në Bukuresht akuzojnë Moskën se një dron rus ka goditur një ndërtesë banimi gjatë natës. Ngjarja ka ndezur debate brenda aleancës së NATO-s, ku Rumania është anëtare, ndërsa po ushtrohet presion për një reagim të qartë ndaj shkeljeve të tilla, të cilat konsiderohen të papranueshme në territorin e aleancës. Megjithatë, incidenti është cilësuar serioz, ai nuk pritet të çojë në aktivizimin e nenit 5 të NATO-s, i cili lidhet me mbrojtjen kolektive dhe konsiderohet hapi i fundit në rast sulmit të drejtë për drejtë. Ky nen është aktivizuar vetëm një herë, ndërsa neni 4, i cili thotë se palët duhet konsultohen së bashku sa herë një vend antar vlerëson se është i rrezikuar me antarët e tjerë të Këshillit Atlantik, është përdorur disa herë si nga Polonia ashtu dhe nga Estonia me rastin e shkeljeve nga avionët rus vitin e kaluar.